Pakufi në Albania FM. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në emisionin e radhës Pakufi. Edhe sot, si çdo ditë, do të lexojmë opinionin e analistëve të njohur të gazetarisë shqiptare në lidhje me problematikat që shqetësojnë opinionin publik. Artikulli që kemi zgjedhur për sot është shkruar nga Leon Qavzezi dhe titullohet Pjedestalet e reme të fetishizmit të dieshëm edhe në demokraci. Ignoranca ka gjithnjë mungesë arsyeje, thot filozofi Spinoza. Pra, në të vërtet, ata që udhëhiqen nga anti-arsyeja, e cila gjen brenda vetvetes justifikimin për të ligjëruar vetveten, mënyrën e veprimit, krejtësisht thjesht në mënyrë pragmatiste arbitrare. Por, fatkeqësia e saj e padukshme është se anti-arsyeja mund të korri vetëm fitore të vogla dhe të përkohshme. Gradualisht, zotëruesit e saj nisin e ligjërojnë atë në kohë dhe hapësirë, sepse duke e fetishizuar anti-arsyen, mbajnë gjatë pushtetin, propagandën e interesave të grupit, klanit, përrjedhoj dimensionin jetik të antipushtetit të tyre. Kjo ndodh me politikën, e cila me antimoralin e saj të legjitimuar mbivendoset në jetën e vendit në një formë të imponuar, që gradualisht nis e reflekton formën e saj të vërtet, që është dhuna verbale dhe ajo fizike ndaj popullit. Kjo nxjerr krye më shumë në ato momente kur interesat e saj ilegjitime private ndjehen të kërcënuara. Është njësoj si tek ajo fabula e La Fontaine'it, ku ujku që rrinte sipër burimit kërcënonte qingjin që mpinte ujë aty poshtë me pretendimin e rrem se po i turbullonte ujin. Kjo është faqja më e dukshme e anti-arsyes prepotente, që kërkon të justifikojë dhunën nën pretekste të rreme. Dihet se nën pretekste të rreme me bazë anti-arsyen kanë filluar luftëra botërore. Edhe në rrafsh botëror që të triumfoj arsyeja mbi anti-arsyen janë dashur dy luftëra botërore. Janë vrarë me miliona njerëz të pafajshëm, sepse ujku i La Fontaine'it nuk bindet nga arsyeja. Vërtetësia e saj e dukshme, ai i hidhet qingjit dhe e shqyen. Dhe ujqër të tillë që udhëhiqen nga mungesa e arsyes, bota ka parë shumë. Veprat e tyre janë viktimizimi i popujve. Këta lloj ujqërish lindin nga diktaturat, pavarësisht se çfarë etiketash ju vën vetes ato. Madje diktaturat më të rrezikshme janë ato që maskohen si demokratike, që në programet e tyre formalisht, krejtësisht në mënyrë demagogjike, kanë gjoja interesat e popullit, por kjo bën pjesë vetëm në ligjërimet e tyre elektorale, sepse veprimet janë në kundërshtim flagrant me interesat e popullit që ato përfaqësojnë. Populli që u beson atyre verbërisht nuk fiton asgjë, përveç se përjeton drama dhe tragjedi. Ai jo vetëm që varfërohet, por edhe viktimizohet, por njëkohësisht bashkë me popullin shkon në gremin edhe ekonomia e vendit. Kjo është pasqyra më e qartë e një diktature të maskuar si demokratike. Në repertorin e saj mediatik, shprehje si dimensioni njerëzor, të drejtat e njerëzit, liria e të shprehurit, liria e medias, shenjtëria e votës, shenjtëria e pronës, janë vetëm propagandë e dalboje që mjera i popull që i beson dhe i merr për të vërteta. Edhe diktaturat më të egra bërtasin me autoporlant se janë për një shtyp të lirë, madje jo vetëm në kuptimin policor, por edhe të lirë nga kapitali dhe nga karrierizmi, të lirë nga individualizmi anarkik borgjez. Por në të vërtet, ato që thonë se mbrojnë pikërisht ato luftojnë me të gjitha mjetet. Për to, populli i ka veshët në kurriz, kur ha dru ai dëgjon më mirë. Në diktaturë, qoftë e maskuar apo e hapur, jeta transformohet në luftë, ku politikanët han fillimisht popullin dhe kur nuk mbetet më asgjë prej tij, nisin e han njëri tjetrin. Kjo nuk është thjesht figurative. Pra asnjë nuk del i fituar, sepse diktaturat kanë të gjitha të njëjtin fund, pavarësisht nga ngjyrat dhe etiketat që i atribojnë vetes, në përgjithësi pseudo-demokratik. Anaxagora, shkruan Hegeli, ka qenë i pari që tha se nusi, domethënë arsyeja, drejton botën. Por vetëm tani njeriu pranoi për të parën e herë se ideja duhet të drejtojë veprimtarinë shpirtërore. Ky ishte një agim madhështor. Të gjitha qenjet që arsyetojnë e përshëndesin me gëzim fillimin e epokës së re. Por arsyeja, idet, në më të shumtën e herëve manipulohen nga politika. Arsyet e dobishme, idet përparimtare nuk i leverdisin politikës me natyrë revanshiste. Ajo përpiqet t'i anashkalojë ato, t'i nënvlefsoj artificialisht, por ia ka edhe frikën, siç ja ka frikën të vërtetës. Atëherë dalin në pa, ose më mirë të themi, fabrikohen fetishet në politik, fetishet në propagandë, art dhe kulturë.
Fetishizmi transformon të vërtetat, lufton kreativitetin duke i dhënë vlera antivlerave. Fetishizmi përdoret rëndom nga diktaturat dhe vijon të qëndrojë edhe në sistemet e tjera vetëm për dominimin. Ai varion në ditët e sotme në fetishizëm ideologjik, fetishizëm racial, fetishizëm kulturor artistik, fetishizëm i komunitetit deri në fetishizëm të trafikimit të organeve. Ai tashmë ka evoluar si në esencën e tij, po ashtu edhe në aparencën e tij. Në veprat artistike dhe autorëve që i shërbejnë politikës së tij, dje dhe sot, fetishi luan shpeshherë me mitiken për të dhënë përshtypjen e rrem të një vepre me thellësi artistike. Në fakt, kemi të bëjmë me një transvertizëm të fakteve që luan me të vërtetat. Shpesh ai maskohet nga totemizmi, idolatria. Edhe në demokraci, ku pretendohet se i është larguar diktaturës si sistem, fetishizmi i veprave të realizmit socialist, qoftë në fushë të letërsisë apo artit, u shoqërua njëkohësisht edhe me fetishizmin e autorëve. Kjo ndodhi vetëm për arsye të njohura utilitare, sepse ato vijojnë të shërbejnë regjimit të sotëm me të njëjtin zell, si atij të dieshmit, sepse nuk ka ndryshuar thelbi, por vetëm forma politiko-sociale e marrëdhënieve të vjetra. Asgjë që i përkiste së kaluarës diktatoriale nuk i është nënshtruar analizave serioze, studimeve kritike, por është anashkaluar në mënyrë sipërfaqësore. Vlerat e vërteta sot përçmohen, siç përçmohet virtyti, ndershmëria, krijimtaria e vërtet. Ato janë zëvendësuar fatkeqësisht nga antivlerat, antimorali, maskarallëku, mediokriteti në shkallë të lartë që çmohet dhe vlerësohet. Politika tashmë ka nisur dhe ka zaptuar artin e letërsinë, duke i dhënë vetes një rol primar, dominant të pamerituar. Gjithashtu, shumë qesharak. Ajo ka zëvendësuar edhe institucionet e artit, si teatrin, estradën, por fatkeqësisht arti i saj është shumë i dobët, vulgar, banal, qesharak, autodemaskues, sa që për ditë e më shumë po bëhet më i neveritshëm në popull. Realisht, politika po luan me sukses të plot, pa arritur të kuptojë dramën e vet, mbasi luajti kaq vite tragjedinë në kurrizë të popullit. Asgjë të re nuk përçon tjetër ajo në fushë të mendimit apo ideve të reja që çojnë vendin përpara, përveç se fetishizmit që vijon të mbahet edhe sot e kësaj dite mbi piedestalet e rreme të së dieshmes. Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë se opinionet e autorëve nuk paraqesin domosdoshmërisht edhe opinionin e redaksisë. Akufini.